Mirëmbrëma të gjithëve. Zoti është i mirë. Është i mirë në mëngjes, është i mirë në drekë dhe është i mirë edhe në darkë. Ne i besojmë Zotit që dëgjon lutjet tona dhe kjo është arsye që ne i drejtohemi atij. Edhe fjala e Zotit na mëson që ne mund të bashkë bisedojmë me Zotin dhe ne mund të kemi marrëdhënie përmes Biblës dhe përmes lutjes. Edhe ndërsa po lexoja sot mëngjes Romakëve kapitulli 8, vargu 11, fjala e Zotit thotë: nëse fryma e atij që ringjalli Jezusin nga të vdekurit banon në ju, ai që ringjalli Krishtin nga të vdekurit do t'ju jap jetë edhe trupave tuaj të vdekshëm përmes frymës së tij që banon në ju. Sot duhet të kujtoj këtë të vërtet madhështore dhe dinamike të fuqishme. Në qoftë se ju keni menduar për fjalën dinamit ndonjëherë, vjen nga fjala fuqi. Dhe kjo fjalë është një fjalë e fuqishme. Fryma e shenjtë, i njëjti frymë që ringjalli Jezusin dhe e ngriti nga varri, ai jeton në ty. Pra në qoftë se ti ke pranuar Jezusin si Zot dhe shpëtimtar në jetën tënde, ai jeton në ty. Fryma e shenjtë nuk është një ide. Fryma e shenjtë nuk është një energji abstrakte. Ai është vetë Perëndia që banon në zemrën tonë. Ai është fryma e gjallë i Perëndisë së gjallë dhe fuqia e tij është aktive brenda teje sot. Fryma e Perëndisë na prek në gjendjen tonë në tre fusha të jetës tonë. Ku? Në frymë, në shpirt dhe në trup. Fuqia që ringjalli Krishtit nuk është me pushime. Nuk ishte vetëm për kohën kur jetuan apostujt, dhe fryma e shenjtë nuk është se pushoi me vdekjen e apostujve. Fryma e shenjtë është aktiv sot në kishën e Zotit. Shumë besimtarë lexojnë të varg dhe mendojnë si diçka historike ose diçka të shkuar. Por fjala e Zotit thotë në Romakët kapitulli 8 vargu 11 që kjo ngjarje është realitet i tanishëm. Fjala thotë do t'i jap jetë edhe truprave tuaj të vdekshëm. Do t'i jap jetë është veprim i vazhdueshëm. Nuk flet për të shkuarën, por është veprim që është i vazhdueshëm. Por çfarë do thotë kjo për neve sot? Kjo do thotë se çdo fushë e jetës tënde që duket si e vdekur, merr jetë në emrin e Jezus. Ne marrim shpëtim nga mëkati, pra ne marrim jetë. Mëkati solli vdekjen, por Jezusi na dha jetë. Ne marrim çlirim nga mallkimi dhe ne marrim gëzim. Shpirti yt, emocionet e tua, mendimet e tua, ndjenjat e tua, ëndrat e tua mund të ringjallen sërish dhe ti mund të marrësh restaurim dhe transformim në jetën tënde, sepse fuqia e frymës së shenjtë përfshin edhe trupin fizik, përfshin shërimin, përfshin rikrijimin e organeve, përfshin rikthimin e të shikimit dhe rikrijimin e organeve të dëmtuara, e gjymtyrëve. Jezusi i dha dritë të verbrit, Jezusi i ringjalli të vdekurin dhe Jezusi shëroi të paralizuarin. Prandaj shumë e rëndësishme që ne duhet ta kuptojmë fuqinë e frymës së shenjtë që në ditën e Pentakostit erdhi dhe zbriti mbi dishepujt. Fryma e shenjtë sjell jetë në frymën tënde, sjell një rindërtim të brendshëm, gjithçka që ishte e shkatruar, ai e rindërton dhe e bën të re. Sjell fuqizim. Fuqia e ringjalljes e shëron identitetin e sëmur. Shumë njerëz ecin me plagë emocionale në jetën e tyre, me ndjenjën e fajit, me ndjenjën e turpit apo të refuzimit. Por fryma e shenjtë nuk banon në ty vetëm që të shtrëngojë ca vita, vetëm që të shpëtojë. Fryma e shenjtë banon në ty për të ringjallur plotësisht gjithë qenien tënde. Ai e zëvendëson turpin me lavdi, ai e zvendëson frikën me dashuri
dhe fajin me drejtsinë e tij në gjakun e Jezusit. Ne jemi drejtësuar, thot apostulli Paul. Prandaj sot ne duhet ta marrim edhe na jep shpirt, në shpirtin ton, në mendjen ton, ai na rinovon, ai jep një mendje të re. Ndryshimi vërtet ndodh kur ti dhe unë kuptojmë se kush jeton brenda nesh. Nëse ti beson në Jezusin, ai jeton brenda teje. Dhe është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë këtë gjë. Ti nuk je më i dobët, ti nuk je më viktim, ti nuk je më vetëm. Ti je tempulli i frymës së shenjtë, je tempulli i Perëndisë së gjallë. Dhe ti ke një mendje të ringjallur, ti ke një mendje plot me fuqinë e ringjalljes dhe nuk dorëzohesh përballë depresionit, përballë varfërisë, përballë frikës apo mëkatit. Mendja beson që ai është në mua, është më i madh se sa ai që është kundër meje. Ti ke jetë në trupin tënd, që do thotë brenda teje Zoti ka vendosur shërimin, ka vendosur shëndet të mirë, sepse Romakët 8:11 përfshin edhe trupin tënd fizik. Do t'ju jap jetë trupave tuaj të vdekshëm. Ne kemi trupat tanë të vdekshëm për shkak të mëkatit, por Zoti do të na japi jetë. Prandaj shumë e rëndësishme që ne duhet të kuptojmë këtë të vërtetë të madhe, që fryma e Zotit banon në mua. Jo vetëm që ai jep fuqi për të jetuar në shenjtëri, ai na jep fuqi për ta mundur mëkatin, por fuqi për shëndet të mirë, për shërim dhe për gjallëri fizike. Kur ti ndihesh i raskapitur, i sëmur apo pa energji, ka një burim të mbinatyrshëm që është brenda vetes tënde, që mund të rinovojë çdo qelizë të trupit tënd. Sot ti mund të thuash frymë shenjtë rinovo çdo qelizë të trupit tim në emrin e Jezusit. Fuqia e ringjalljes, ajo fuqi që ngjalli Krishtin prej së vdekurit, është aktive sot. Çfarë do të ndodhte po sikur ti të zgjohesh çdo mëngjes dhe të thoje: Zot, faleminderit për fuqinë e ringjalljes, fuqia që ngjalli Krishtin prej së vdekurit jeton në mua. Bëj këtë zakon. Çdo mëngjes thuaj Zotit: Zot, faleminderit për fuqinë e jetës, faleminderit për fuqinë e ringjalljes. Ajo fuqi që ngjalli Krishtin prej së vdekurit ndodhet në mua. Përdore këtë fuqi. Lutu me guxim, shpallë me besim dhe jeto me pasion dhe me gëzim për Zotin. Ne do të jetojmë me pasion për Zotin. Ne nuk do të jetojmë ditën hajde shtyhe. Jo, nëse fuqia e ringjalljes banon në ty, ti nuk do ecësh me shtyhe, ti do ecësh me gëzim. Sepse jeta, fuqia e jetës nuk është një teori, por është një fuqi që transformon çdo ditën tonë. Në Jezu Krishtin ti nuk je më i dobët, nuk je më një njeri i thjeshtë që përpiqet të mbijetoj. Ti je tempulli i gjallë i fuqisë së ringjalljes, tempulli i frymës së Perëndisë. Dhe nga sot ti duhet të thuash: unë jam tempulli i gjallë i Perëndisë së gjallë, sepse Perëndia banon në mua. Perëndia nuk banon në tempuj të bërë nga dora e njeriu, por ai banon në tempuj të bërë nga dora e tij. Dhe ti je krijuar nga dora e Perëndisë. Jezu Krishti banon në ty. Lejo që fryma e shenjtë të gjejë hapësirë në ty sot. Mendo për të dhe thuaj: Zot, unë dua të krijoj hapësirë në zemrën time, në mendjen time, në trupin tim, për frymën e shenjtë që të hyjë në mua. Dhe unë dua të jetoj me ty. Le të bëjmë të lutje së bashku, përsëritje pas meje. Frymë i shenjtë, unë të falënderoj që ti jeton në mua. Në emrin e Jezusit, fuqia jote që është në veprim, frymë tani mbi frymën time, frymë mbi shpirtin tim, mbi mendjen time, mbi trupin tim fizik. Dhe çdo gjë që ka qenë e vdekur në jetën time, ngjallu në emrin Jezus. Tani në emrin e Jezusit, unë marr jetën e frymës shenjtë.
gjymtyrëve, organeve, jetë në emër të Jezusit. Unë deklaroj që do të eci në fuqinë e ringjalljes nga sot e tutje. Do të eci me pasion. Do vendos Jezusin të parë në jetën time. Do të shërbej atij me shenjtëri, me fuqi. Dhe kudo ku unë do vendos dorën, kudo ku unë do shkel, bekimi I Zotit do vi, begatia do vi, çlirimi do vi, në emrin e Jezusit. Unë jam tempulli I frymës së gjallë. Unë jam tempulli I gjallë. Trupi im është tempulli I frymës shenjtë. Eja frymë e Zotit. Eja dhe merë kontrol sot. Zote, ta dorëzojmë ty këtë takim, Zote. Ta dorëzojmë ty jetën tonë, mendjen tonë, Zote. Eja dhe vepro tani, Zote. Transformo në emër të Jezusit. Amen. Haleluja. Dhe kemi gati që Zotë të bëjë pregurimin në jetën tonë. Dhe përmes nesh. Haleluja. Restore.
lavdërojmë Ty, Zot. Do të sjell para Teje me të shenjtë, Zot. Ditën, jetën, faleminderit për operacionet e tyre që dorën me sukses, Zot. Ne lutem për shërim total tani në emrin e Jezusit, Zot. Zot, ne lutem për Klajtin, Zot, që kërkon lutje, Zot, për punë, Zot, në emrin e Jezusit. Për me shenjtë dhe Zot fuqinë tonë mbi të, Zot. Në emrin e Jezusit, Zot. Ne lutem për shërim për çdo që ka dhimbje në emrin e Jezusit, nëse ke dhimbje, fol jetë. Fol jetë. Thuaj unë kam jetë në emrin e Jezusit në trupin tim. Unë e marrë shërimin tim tani në emër të Krishtit, unë e marrë bekimin tim. Haleluja, Zot. Për me shenjtë në emër të Jezusit, Zot. Haleluja, Zot. Ne të lutemi për një grup që duke bërë ungjillësim në Maqedoni. Ne lutemi që të sa ta predikojnë ungjillin, njerëzit të besonin te Jezusi. Zot, të falenderojmë për grupin tako, Zot. Ne lutemi në emrin të shenjtë për çdo që ata janë duke bërë. Ne shpallim mbrojtjen tënde, angjëjt e tu, Zot, edhe sa ta performojnë, Zot, njerëzit e të vrinë, Zot, e të dëgjojnë ungjillin, Zot, dhe të kthehen tek Ti, Zot, në emrin e Jezusit, Zot. Haleluja, Zot, dhe të shpallim Ty, mandështor, ne t'japim nderin, lavdinë, pushtetin, Zot, që Ty të takon, Zot. Ne bekojmë emrin tënd, Zot, ne të shpallim Ty Zotin tonë. Haleluja, Zot. Derdhe, Zot, zbulesën që ne të kuptojmë, Zot, fuqinë e ringjalljes në jetën tonë, frymëshin me kontroll, Zot, mbi ne, me kontroll, Zot, në emrin e Krishtit, Zot. Haleluja, Zot. Thank you.
Dhe bashkë trashëgimtar të Perëndis, bashkë me Krishtin, nëse vuajmë të, do të luftohemi edhe me të. Perëndia na ka bërë të ulemi në të djathtën e natës, në vendet qellore. Ne duhet lejojmë që mendja jonë të kontrollohet nga fryma. Sepse Bibla thotë, në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, prodhon urrëti, prodhon lëndim. Dhe le të lutemi tani për mendjen tonë, të themi Zot, kontrollon mendjen tonë me frymën e shenjtë.
dorëzoj mendjen tonë për një. Thuaj, Zot, unë dorëzoj mendjen time. Kontrollit të frymës së perëndis. Dhe fryma e Zotit prodhon jetë dhe paqe. Haleluja, Zot. Eja frymë, Zot. Merë kontrollin e jetës. Më shumë, Zot. Më shumë, Zot. Më shumë frymëshi. Kërkoje frymën e Zotit brenda teje dhe lejoje që ai të thyej barierat, lejoje që ai të ndryshojë mendjen tënde. Eja, haleluja, Zot. Shpallë unë kam mendjen e Krishtit. Eja frymëshi. Pranin tënde jemi, na mbush me fuqi, brenda me shirto. Eja frymëshi. Vepra të Apostëve kapitulli 1 vargu 8 fjalë e Zotit thotë, ju do të vini fuqi, por frymëshi të vi ju. Ka dy momente kur frymëshi vjen. I pari është kur ai vjen në zemrën tonë dhe na rilind dhe ne thrasim Abaua. I dyti është kur ai vjen mbi ne dhe ai sjell vajosjen. Kërkohet Zoti prezencën e Zotit të vipi ty dhe të sjellë fuqi. Na mbush me fuqi. Frymëshinë tonë të përjetojmë fuqinë tënde në jetën tonë, vajosjen tënde Zot. Mbrojtje. Unë lutem për mbrojtje të jetës në emër të Krishtit. Eja Zot, merr kontroll frymëshinë. Merr kontroll në mendje në zemër Zot. Në emocione, Zot. Ne të dorëzohemi ty, Zot. Ai mund të bëjë mrekulli sot në jetën tënde. Ai është i gjallë. Ai nuk është antik, nuk ishte vetëm për në atë kohë. Ai nuk është modern, nuk është për të ardhmen, por ai është i tashëm
përjetshëm. Dhe jeton, ishte, është e do të jetë, për jetë. Eja, eja, ka mush plot. Kërkoj Zotit fuqisë. Kërkoj Zotit pasion për të shërbyer atij. Aleluja, Zot. Rrethana tona, simptomat tona, nuk janë Zoti ynë, Jezusi është Zoti ynë. Ne të lavdërojmë Ty, Zot, ne të adhurojmë Ty. Ne të japim gjithë nderin, gjithë lavdinë sot, Zot. Merr lavdi, Zot, nga kisha jonë, Zot, merr adhurim, Zot. Le të shpresë, Zot, qiellin në jetën tonë sot. Zbrite qiellin, Zot, zbrite, Zot, fuqinë tënde, Zot. Zbrite prezencën tënde, Zot. Na ndrysho, Zot, nga Ti nga në Ti, Zot. Ne duam të jemi të ndryshuar, Zot, dhe të transformuar, Zot. Na transformo, Zot. Më shumë, Zot. Më shumë, Zot. Më shumë, Zot. Më shumë nga Ty, Zot. Thyej çdo mur. Thyej murin e papunësisë në emër të Jezusit. Ne lutem për punë, për ata që kanë nevojë për punë. Thuaj, Zot, unë kam punë në emër të Jezusit. Për forca të reja, për ata që kanë nevojë për të pasur forca të reja. Në emrin e Jezus. Haleluja, Zot. Derdhu frymën e shenjtë në emër të Krishtit. Derdhu, Zot.
sukses për ata që ka nevojë për sukses. Çlirim në emër të Jezusit. Transformohet. Thuaj Zotë, Zotë nuk kam nevojë për ty. Mos ki duk ti tregosh Zotë tani nevojën tënde, nëse ke nevojë për shërim fizik, thuaj Zotë shërohet trupin tim, këmbën, krahun, kokën, shpatullën. Kërkoj Zotë mbrojtje, nëse ke nevojë për mbrojtje. Kërkoj Zotë sukses për dokumentat, nëse ke nevojë për sukses. Kërkoja Zotë, kërkoja Jezusit. Jo Zotë në mënyrë abstrakte, si diçka që është atje lart, po Jezusi që është këtu pranë teje, frymë shenjtë që është brenda teje, fryma e Zotit banon në ty, në zemrën tënde. Kërkoj që ti të përjetosh dashurinë e tij. Thuaj Zotë, unë dua ta përjetoj dashurinë tënde. Unë dua të përjetoj shërim, begatinë e emrit të Jezusit. Unë dua të jem kanal në frymën e shenjtë. Ne dua të jem kanal, Zotë, kanal në Jezusit. Të rjedhi prezenca jote nga vendet të tjera, Zot. Të rjedhi unqilli, Zot. Ne lutem për fuqinë e unqillit, Zot, që është e fuqishme për shpëtimin e cili do, Zot, në emrin e Jezusit. Aleluja, Zot. Vepro, Zot, fuqinë e unqillit në emrin e Jezusit.
Zot ne e çmoj fjalën tënde, Zot ne e çmojmë Zot atë çfarë ti Zot për të sjellë Zot përmes zemrave Zot nëpërmjet frymës tënde të shenjtë Zot. Zot ne jemi të hapur Zot për të marrë prej teje Zot. Ne besojmë për me shenjë që ti je i vërtet, ti je ngushëlluesi, ti je ndihmuesi, ti je ai që ndërmjetëson për ne, ti je ai që flet në zemrat tona. Dhe je ai Zot që na tregon të thellat e mbretërisë dhe të zemrës së Ati Zot. Dhe ne besojmë Zot që kur ti na fuqizon Zot çdo gjë tjetër Zot, çdo frikë largohet Zot, ne ti na çon në bindje Zot dhe në rregullim Zot, dhe në korrigjim Zot të jetës tonë Zot, dhe në disiplinë Zot. Faleminderit për më shenjë. Ne të duam ty Zot, ne të duam atë, ne të duam Jezus, dhe ne Zot të lënë gjithë jetën tonë Zot. Dhe ajo kurora Zot që ne themi Zot, dhe ne kënduam Zot që i lëm përpara teje Zot, është gjithë jeta jonë Zot e dorëzuar tek ty Zot. Edhe lutemi Zot që ti të marrësh lavdi Zot, edhe të ecim Zot me një vetdije të plotë çfarë do të thotë Zot që të marrim kryqin Zot, dhe tashmë nuk rrojmë ne Zot, por ti Jezus ron në ne Zot. Dhe jeta që tashmë kemi vetëm për shkak të hirit tënd Zot, që na shpjegoi Zot dhe na çliroi Zot. Dhe ne duam Zot që të jetojmë të jetë Zot në fitore Zot, plot lavdi Zot, për lavdin e emrit tënd Zot. I bekuar qoftë emri yt Zot Jezus në jetë të jetëve Zot, pres pas presi Zot, nga gojët e këtyre njerëzve që janë këtu Zot, por edhe fëmijëve të tyre niprit e mbesa Zot, do të bekojnë në emrin e Jezus Krishtit dhe me sikërinë e tij do ta shpallin pres pas presi. Faleminderit Jezus, ne profetizojmë në emrin tënd Jezus. Amen. Halleluja.